Zbulohet pasuria e mbretit Charles, monarku 76 vjeçar, renditet në listën e më të pasurve në Britani. Pasuria personale e mbretit Charles është rritur me 30 milion pound gjatë vitit fundit, duke arritur në 640 milion pound dhe duke bërë atë 2 herë më të pasur se nëna e tij, e ndjera, mbretëresha Elizabeth II. Monarku 76 vjeçar, i cili u ngjit në fron vitin 2022, renditet në vendin e 238 në listën e 350 njerëzve dhe familjeve më të pasura në Mbretërinë e Bashkuar, një ngjitje prej 20 vendesh krahasuar me një vit më parë, sipas listës së përditshme të The Sunday Times. Charles është tashmë 140 milion pound më i pasur se David dhe Victoria Beckham, të cilët vlerësohen në 500 milion pound, dhe Beckhamin që mban titullin e sportistit më të pasur britanik. Në vitin 2022, pasuria e mbretëreshës Elizabeth u vlerësua në 370 milion pound. Pasuria e Charles ka kaluar nga 610 në 640 milion në vitin 2022, duke çuar diferencën me nënën e tij në 270 milion pound. Gjatë deklaratave si princi i Walesit, Charles përfitoi deri 23 milion pound në vit nga duka i Cornwallit i pasur, që tani është trashëguar nga djali i tij, Princi William. Kjo pasuri shërbeu për shpenzime private dhe zyrtare për vete dhe familjen e tij. Rritja e fundit e pasurisë së mbretit është kryesisht fal portofolit të investimeve që trashëgoi nga nëna e tij. Pjesë e pasurisë personale janë dhe 2 rezidenca private, Sandringham në Norfolk dhe Balmoral në Aberdeenshire. Sipas The Sunday Times, vlerësimi i pasurisë përfshin vetëm asetet personale, duke përjashtuar pasuritë shtetërore si Crown Estate, duka e Lancasteri dhe bijuteritë mbretërore, të cilat mbahen në emër të kombit. Interesant është fakti se pasuria e Charles tani është e barabartë me atë të ish kryeministrit Rishi Sunak dhe bashkëshortes së tij Akshata Murtu, të cilëve pasuria u ka rënë me 11 milion në një vit, nga 651 në 640 milion pound, pas rënies së vlerës së aksioneve të Murtu në kompaninë indiane Infosys. Lista e vitit 2025 shënon edhe rënien më të madhe të miliarderëve në histori, duke kaluar nga 165 në 156 për shkak të politikave të reja fiskale. Në krye të listës qëndrojnë sërish familja Hinduja me 35.3 miliard pound, ndjekur nga vëllezërit Ruben dhe sipërmarrësi Sir James Dyson.